gjithmonë, në prezumime pafajësisë, kjo të largon nga drejta me dalë me mbrojt gjithkënë. Mbrojtja ma mirë që e politika, përfaqësuesi i zgjedhur në politikë, në qeveri, në kuvend, është kur thotë unë e besoj në këtë. Kjo është mbrojtje për të dyshuarin, apo të akuzuarin, apo të pandehurin. Zoti Konjufca, në numër i ministrave dhe eksponentët vetëvendosës ju në zonë të fshi lomë, ju në zonë, jo gishtin tegëll të mjaltës, për këtë kraju ka zonë magje. Duhet mu distancu për tënve. Kosova nuk e ka luksin i pas 2000 kontrata sekrete, nuk e ka luksin me dhonë 10 milion kontratë në negociume në tavullin. Na nuk e kena komoditet financiar, do të me thirë njerës telefon me thonë hajde mere ti, është zonë XY, s'du me për leku emna, se unë besojmë prezumimin e pafajësisë. I ndërmarrës shtetit. Po, dhe po bënë akuzave, po për presumë më pëzonë pafajësisë. Jo, është zonë të thirë, po është zonë të thirë në telefon. Ministre e ka thirë pronarin e restoranit në telefon, i ka shu email zyrtar, i ka shti në grup, i ka në hajde, do shme morë me shto punë. Këto janë probleme serioze, këto janë avari serioze në pushtet. Nuk guxon me leju ekzekutive me ndodhë kjo. Nëse kvalifikohet nevoja e kontratës një burimore, e jep autoriteti lejen, ose e kvalifikon sekrete. Na nuk e kemi arru kontratën e ushqimit të FSK-s. Ka qene përlyme e kontratë. është menagju mënyrën që shumë menagju përballu. Prokuroria ka rol edhe detyrë në këtë rast. Por kryeministri ka thonë, prokurori ka gabu, ministri ka drejt. Paka shumë edhe ju e nxjerrët ma bot me finesa krejt tjera. Por nuk mundet kryeministri me thonë prokurori ka gabu, e ministri aja me është i mirë. Jo, vishë edhe jo, du të me dhonë zotimin që nëse dele pa fajshme, du të me orë në studio këtu edhe me kërku falë. Unë po thonë që tu që besojnë këtë parim. Qashtë. E por. Ta përmenin një shambull, krejt ministrat që ka udhëhet qeveria LDK që 25 vjetë, një minister ka pasën një akt akuz që konë jashtë qeveris, po për ndikim një minister e shëndetësisë, cilit ka dhonë dore që 8 vjetë i ka zgjatë procesit gjyqësor edhe njeri sot vazhdon të jetë doktor i mirë, neuropsiatër i jashtëzakonshëm, por në punë nuk u kthyer kërkush i ka thonë më fal, atë 8 vjet e ka nëna për gjykata. Anonën tjetër me po ka thonë dorëheqje. Qeveri, ardhën qeveri, ka thonë unë nuk rrin qeveri me këto dëshime. Edhe me fol, pak më duket edhe hipokrizia, edhe me fol pej aferës pronto, me fol për mesazhet vetëvendosës. Unë këtu i shoh... Do të reagoj,